Të nderuar kolegë, studentë dhe profesor, me seret në ligjëratën e radhës për politikën e jashtme amerikane, ku mësafir ligjërues do të jetë diplomati amerikan Scott Lang, me seret në welcome. Dhe para se t'jap fjalën Scottit, unë do të bëj një hyrje rreth ligjëratës së sotme. Dhe arsye përse natyrisht nuk do shumë arsyetim përse politika e jashtme amerikane shërben për ju si student, si diplomat të arshëm për të pasur parasysh se çfarë idenë e një politike të jashtme. Politika e jashtme amerikane, mendoj, është karakteristike sepse ajo është e prezente kudo në botë. Më thonë, nuk është e fokusuar në një vend apo në tjetër, është ndoshta më e fokusuar, por ajo është prezente, do të thonë, nuk është se dikun mungon totalisht siç mund të kemi vendet e vogla të cilat ndoshta në regionet e caktuara të botës as nuk kanë fare përfaqësim diplomatik ose marrëdhënie, sepse gjatë tërë jetës së tyre si kumba ajo ndoshta mund të mos ju duhet. Amerika bën një politikë botërore, domethënë globale, dhe ajo është çdo kohë prezente, por dikun natyrisht është më fokusuar, dikun më pak, dhe për këtë do të flasim gjatë ligjëratës, dhe besoj me Scottin, por ajo çfarë është interesante, domethënë një pyetje të cilën ju duhet ta mbani mend, edhe besoj edhe media duhet ta transmetojnë për pse është sot kombi amerikan kombi më i fuqishëm i botës. Kombi amerikan nuk është kombi më i vjetër në botë, as nuk është kombi më i numërt në botë. Nëse dikush do vinte nga një planet tjetër dhe të shikonte pse ky është kombi më i fuqishëm, kur i ketë parasysh të dy, atëherë sigurisht do të shkon të pyeten pse kjo ndodh kështu. Nëse kombet të numërta, për shembull, kemi kinezët, indianët që ka përcen 3-4 fishin me numër nga amerikanët, por nuk janë kombe më të fuqishme. Në anën tjetër, ne kemi kombe që janë më të vjetra se kombe amerikanë, siç janë anglezët, suedezët, holandezët, dhe e dini që kombi amerikan ka lindur pra aty në fund të shekullit të 18 me përkatësisht kur Amerika shpall pavarësinë e saj me vitin 1776, dhe kjo është pak a shumë të revolucioni francez, domethënë ku vjetërsia e këtij kombi është barabartë me atë franceze, faktikisht, por amerikanët arrin të bëhen pra kombi më i fuqishëm. Dhe arsyeja pse, këtë dua t'ju them, pastaj do t'ja jap fjalën Scottit të ligjëroj për këtë, është sepse forcia e një kombi varet nga vlerat morale që posedojnë themeluesit e atij kombi dhe vlerat morale nga pasatia vlera morale që ushqen ai komb. Dhe ju nëse keni parasysh që deklaratën e pavarësisë, kush e ka nënshkruar dhe kush janë baballarët e kombit amerikan, nga George Washingtoni, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, ju do të shihni se ata janë 4 presidentët e parë të Amerikës. Kemi Washingtonin prej vitit 1789 deri në vitin 1797, pastaj kemi John Adams 1713
97 deri në vitin 1801, Jeffersoni 1801 deri në 1809 dhe James Madison deri në 1809 deri në 1817. Pse ka rëndësi mu përmend ky fakt? Ta ishin 4 themelues të kombë dhe të gjithë i dhanë radhën njëri tjetër, domethënë ju dhanë mundësia që të jenë president. Ju keni parë rastin tek themelimi i kombëve ballkanike, çfarë ndodh? Nëse njëri shkonte në kry, ai afjek të kry të tjerëve, eliminante politikisht, domethënë ose fizikisht, dhe ata përmizgjat mandatin në vetës deri në fund. Por kjo nuk ka ndodhur me ata që themeluan Amerikën. Domethënë ata respektuan një rregull, një parim që është një virtyt i lartë moral. Dhe prandaj kjo e bën të fortë këtë kom. Mund ta merrni me mend çfarë do të ndodhte sikurse njëri nga këta 44 presidentë që ka pasur Amerika në historinë e saj, ju mund të shikoni këtu në një pasqyrë, domethënë secili prej viteve çfarë kanë qenë president, një mandat ose 2 mandate, ose edhe 4 mandate, që është rasti i Rooseveltit. Sikur ndonjëri të thoshte dua ta dorëzoj mandatin. Sikur të thoshte ndonjëri më keni vjedh votat edhe se dorëzoja të çantën ku i ka ato pullat e kuqe për armët nukleare. Thot a ka ndodhur kjo ndonjëherë? Nuk ka ndodhur, domethënë. Pse? Sepse ky kamp, domethënë, është etabluar në mënyrë shumë të qartë mbi baza, mbi virtyte morale, të cilat e bëjnë shumë të qartë rrugën dhe demokracinë. Natyrisht nuk ka asgjë perfekte. Natyrisht demokracia amerikane nuk është perfekte, por shikuar nga standardet tona, shikuar nga perspektiva jon, kjo demokraci është duket demokraci vërtet perfekte. Prandaj nuk ka, ndoshta nuk do të markohet të tregoj se çfarë paraqet karshie kombit ton politika amerikane. Ju dini që sikur mos ishte politika jashtme amerikane nuk ekzistonte Kosova si shtet. Madje sikur mos ishte politika amerikane, presidenti Woodrow Wilson vitin 1920 nuk do të ekzistonte as Shqipëria si shtet. Edhe kështu që amerikanët së bashku me anglezët, gjermanët janë hisedarë edhe në themelimin e kombit shqiptar, edhe në themelimin e kombit kosovar, dhe kjo është një gjë natyrisht shumë e rëndësishme, për që ne ju si student, si diplomat arshëm duhet ta dini, ta keni parasysh. Unë s'po zgjat më tepër, po jap fjalën diplomatit Scott Lang, i cili ka shërbyer në rajon këtu, ka qenë një kohë të gjatë në Sarajevo, dhe edhe në Kosovë, në mision më përpara. Dhe besoj që do t'ju flas tani, por pas ligjratës tij ju do të keni mundësinë që të bëni pyetje edhe të merrni përgjigje në pyetjet që ju do të shoni. Do të përpiqem që t'ju përkthej, në mënyrë që për ata të cilët nuk e kuptojnë anglishtën, ta kenë më të qartë. So, it's your floor. Well, first of all, Mirdita, faleminderit. I don't speak Albanian, but I have to say your professor did such a good job of explaining American history that I think I now understand Albanian through American history. So thank you very much, Professor Shpeyu. And thank you all. It's really an honor to be here today. We're all giving up a beautiful Saturday. The beginning of spring is upon us. And I hope we can have a lively discussion today. I'm sitting behind this desk and have a very formal speech to give you, but I really look forward to your questions and interacting with you. Just let me translate this. Përshëndetje për të gjithë, dhe thot unë me keqardhje dhe akoma nuk e kam mësuar gjuhën shqipe, por thot duke falenderuar,
shpjegimit të profesorit të historisë amerikane, fillova me kuptu gjuhën shqipe. Edhe shpresoj që pas këtij fjalimit formal do të kemi rast për bashkëbisedim më të thokët. So, greetings first of all from Ambassador Jacobson. I'm here. Përshëndetje nga ambasadori Jacobson. Here speaking as a political officer from the Embassy of the United States in Pristina. Duke folur si një domethënë oficer politik I ambasadës. But I'm also here speaking in my own personal capacity. Por unë flas në rrotë e parë si në kapacitetin personal. I'm not here to make policy proclamations. These are my own views. Kështu që këto çfarë flas, domethënë janë pikpamjet e mia, natyrisht. So the professor has asked me to speak about US foreign policy. This is a very wide topic. Ka kërkuar për politikën e jashtme amerikane dhe kjo është sigurisht që është një temë shumë e gjerë. So professor, with your agreement, I'd like to focus on my story and the American story. Kështu që me lejen e profesorit unë do të fokusohesha në tregimin tim dhe në tregimin amerikan natyrisht. Just so I know who I'm speaking with today, first of all, do we have any American citizens? A kemi ndonjë qytetar amerikan këtu? Do we have anybody who has visited the United States of America before? A kemi dikën që ka vizituar Amerikën? Excellent. And I expect most of you will raise your hands. Anybody with family in the United States of America? Dikën me familje që... Okay, a few more. Well, good. I hope you'll all get a chance to visit my country. We would love to welcome you. Hopefully my speech will inspire you to come visit. So, if you ask any American, we have another American over here, Jennifer. Kemi këtu edhe Jenniferin, my colleague from the embassy. If you ask any American, what does it mean to be an American, you're likely to get a colorful array of answers. Pra, jeni të mirëpritur që të bëni pyetje të ndryshme. We're a rich tapestry of individuals, families, cultures, religions, regions, and traditions. Po fillojmë tani nga historia. But regardless of where you travel in the United States, I expect the one thing you'll hear is we're free. Po më parasysh ku ju thoni në Amerikë, ju një gjë që do ta ndjeni është se ne jemi të lirë. Right after that, I expect you're likely to hear that the rights and freedoms that our Constitution guarantees, the principles of our democracy. Domethënë, lirit janë të garantuara me kushtetutën, domethënë, janë vlerë themelore e kombit amerikan. Those are not free. They're built upon many generations of striving in the pursuit of happiness. Ata cilët nuk janë të lirë, domethënë aty vijnë gjenerata për me shprehje, për me prodhu vlerat e tyre. So, I would like to tell you about me, where I come from. Do dëshiroj që t'ju flas diçka rreth me. If you allow me, just in this regard, I would mention one example. Sure. From my English friend when he for the first time visited the United States of America. Gjësemi këtu te liria, domethënë ne ka qenë një profesor në Universitetin e Prishtinës e më pas në Universitetin e Tiranës, John Hodgson, miki imi, I cili sa herë që ne në çarkut intelektuale në Tiranë bisedonim për gjermanët, ai thoshte janë shumë primitiv, domethënë. Edhe një ditë unë ju thash atyre ku po bisedonim, shikoni gjoni çfarë mendon për gjermanët që për neve janë shembull I kulturës dhe I civilizimit. Merr me mend çfarë mendon për ne në Ballkan, domethënë për tjerët. Dhe pastaj në shako tha po shikon nga Italia e poshtë, domethënë fillon egzotika. Domethënë nëse gjermanët janë primitiv, të tjerët janë egzotik. Edhe kur ai shkoi për herë të parë në Amerikë, po më shkruan email, thot, Amerika është shumë larg neve evropianëve. Po mendoj ne anglezëve, gjermanëve, italianëve, grekëve, shqiptarëve, serbëve të tjerë. Do thot
Dhe unë I qonë një pyetje, thash pse mendon që çfarë ka bërë që amerikanët shkojnë kaq lart? Tha kam vetëm një përgjigje, tha është liria. If you understand, I understood. Yes, indeed. We're a melting pot. To summarize, I would say that I think I'm typical and atypical as a Foreign Service officer, as we say FSO. Before joining the Foreign Service, I worked abroad for a number of years. Para se unë domethënë kemi diplomat tipik dhe jo tipik, dhe unë para se të afrohem në shërbimin diplomatik amerikan kam shërbyer në vende të ndryshme natyrisht në cilësi të tjera. I studied abroad in the UK. Unë kam studiuar jashtë në Britaninë të Madhe. Ran an NGO in Bosnia-Herzegovina. Kam punuar edhe në Bosnjë-Hercegovinë, kam pasur atje edhe një NGO. Which, luckily for me at least, I met my wife. Nga atje kam edhe gruan. And also I speak a couple of foreign languages. Hopefully by the end of today, Albanian will be one of them. Dhe unë flas disa gjuhë të huaja, po shpresoj që në fund të ditës edhe shqipja do të futet mesin e këtyre. So I say typical because many of us unë them tipike për shkakun se shumë nga diplomatët, many of us have foreign-born spouses who are exceptional people. We meet along the way. Kanë gratë të cilat domethënë janë të huaja, Many of us have lived abroad for many years, and this is why we have pursued this career. Kështu që shumë nga ne kanë jetuar shumë vite jashtë dhe prandaj edhe na jetojmë. Po mendoj kemi zgjedhur këtë karrierë. Where my story is atypical is my background is one where you would not think I would be destined for a career in diplomacy. Por që është po mendoj typical është sorry because I didn't have my where my background isn't is atypical, where it's not typical, is that you would not think from my background that I was destined for a career in diplomacy. Është domethënë backgroundi im, se çfarë I cili domethënë bën atë që me qenë diplomate. So I will share with you something that I don't think any of my colleagues at the embassy know. Unë do ta ndaj diçka me ju, të cilën besoj që kërkush nga kolegët e mi në ambasadë din. And we'll see how good of a translator your professor is here. I was a ward of the state of Illinois. You? I was a ward of the state of Illinois, which means that basically I was in the care of state services. I was in an orphanage, basically. në shtetin e Illinoisit në Shtetet e Bashkuara. So what happened to me is when I was born, my mother couldn't care for me, and I was adopted. Kështu që unë jam I adoptuar. But things happen, and I returned to live in group homes, live in foster homes, and that's how I grew up. Por megjithatë, domethënë jam rritur dhe kam arritur këtu ku kam arritur. So my biggest influences were my friends who came from all backgrounds. Kështu që influenca më e madhe për mua janë shokët e mi. Mexican American, African American, Mexican American, you name it. Pastaj Afrikan Amerikan, grek të tjerë. I hung out with them, and I went to the Chicago public schools, and in many ways this was mini United Nations. Unë kam shku në shkollën publike të Chicagos dhe aty më ka qenë sikur një lloj I Kombeve të Bashkuara. What I had then and what I still have today is a deep curiosity, a passion for learning about the world, for helping, and for equality. Do thot ka pasur shumë gjëra të cilat domethënë kanë formsuar atë karakterin tim, domethënë nga ky midis. When I was in one of these group homes, I had a Catholic priest who helped me learn French. Kam pasur një preft katolik që më ka ndihmuar të mësoj frangjisht.
and that was helpful because I had to go before a judge and literally ask, and I know you know this word, to be emancipated, to be freed. Dhe më mësuar për të emancipuar, për me qenë I lirë. And after I was freed, where do you go? I went to Paris. Dhe natyrisht pasi kam shkuar në Paris. By that point, I had already been a volunteer with Amnesty International. I was, passionately writing letters for people's freedom in Eastern Europe. Pastaj, jam angazhuar në Evropën Lindore. And I also even recall protesting. I lived in Chicago, so the consulate, the South African consulate, because of their apartheid politics. I'm a rather old man. Pastaj në Chicago, I didn't get the last one. Sorry. I was protesting the apartheid. Kam protestuar ndaj apartheidit. During my year in Paris, as the French say, I lived without a sou. I had not even one penny. Kur kam jetuar në Francë, kam jetuar pas një penny. But I soaked up the city's culture, and I was also fortunate to travel to Budapest, Hungary. Por kam parë kulturën e vendit dhe natyrisht dhe kam udhëtuar për Budapest në Hungari. And what this visit taught me, it showed me a transitioning society coming out of communism. Dhe kam parë shëshin tranzicion që ka dalë nga komunizmi. And I also met the first refugees coming out of Yugoslavia, or then Dhe kam parë edhe refugjatët e parë që kanë ardhur nga Jugoslavia. This was a serendipitous encounter for me, which would portend the arc of my career. Kjo është ajo që ka bërë karrierën time, që ka ndihmuar me zhvillu karrierën time. Back in Chicago, I wound up helping to resettle refugees from former Yugoslavia. Kam punuar për të ndihmuar refugjatët nga Jugoslavia. I think they learned more about me. I learned more from them than they could ever learn from me. Kështu që unë mësova nga ata më shumë se sa që ata mësuan nga unë. First and foremost, about the strong family values that you have. Parën nga vlerat e familjes. But also about the horrors that the chauvinism of Milosevic's policies brought. Nga horrori që regjimi Miloševićit e ka zhvilluar. I heard firsthand from my clients who became my lifelong friends about the actions that killed so many innocents, that devastated your once common country. Kam mësuar domethënë për vrasjet, për ato shkëtimin e vendit të vet që ka ndodhur. As you know well, the actions of the Clinton administration, along with our NATO partners, veprimet e administratës së Clintonit dhe së bashku me NATO-n help bring an end to these wars and establish the firm ndihmuan në partnerships that përfundimin e we luftës have in this region. Dhe kjo ka zhvilluar partnershipin që ne e zhvilluam në këtë vend, në këtë region. But we'll come back to the Balkans in a minute. Por do të kthehemi prapë te Ballkani. I hope that my own story illustrates that it's possible for a kid from Chicago without family connections, or as we say in Chicago English, clout, to attend a university. Kjo është vetëm dashje me tregu si një dëshmi që një fëmijë nga Chicago pa prindur, domethënë ka arritur, domethënë që të bëhet të zhvillojë karrierë edhe të jetë këtu ku është. And by striving, and this is the one word, if you remember Scott for something, let's remember this one word, striving. Duke u përplasur në betejë, domethënë duke u përpjekur. And which in my case meant working 2 jobs during university, including the overnight shift. Kështu që çka në rastin tim domethënë me luftue, domethënë me punu me 2 puna, me studiu, domethënë për më shumë me arrit natyrisht. That I was able to join our diplomatic corps. Dhe kam qenë domethënë në gjendje të bashkangjitem kurrit diplomatik. I'm proud to say that I earned where I am today in my position, that it's not the result of my religion, my region, or my political party. Domethënë jam
krenar të them që këtë që kam arritur, nuk kam arritur në bazë të fesë time, në bazë të përgatisë etnike ose ndonjë përgatisie tjetër, por thjesht në bazë të punës, në bazë të vlerës. Or my good looks. Ose nga pamja ime. That wasn't meant as a joke. Joking. But it's a result of the opportunities Ky that I had. është një rezultat edhe natyrisht edhe I shansave, mundësive. It's about having the priest who taught me French. Prifti që më ka mësu frëngjisht. It's about having a great national public radio station where I learned everything and I still listen to Duke that pasur public radio station një today. radio të madhe kombëtare e cila ka mësu, domethënë shumë gjëra. It's about the friends that showed me the diversity of the world. Francës që më tregua diversitetin e botës. It's about the NGO World Relief that welcomed these refugees to a new land. Domethënë rreth kjo NGO-ja si quhet kjo, World Relief. Po, përkthimin shqip se s'po mbien mend. And Ose World Relief është një NGO, domethënë po ashtu. and Edhe really, domethënë e cila po ashtu më ka jap një mësim të mirë. and really it's about, as Dr. King said, for the refugees, for myself, it's about growing up in a country where we're judged on the content of our character. Edhe ato që ka thënë Dr. Kingu, domethënë që për morrit në një vend në cilën të jap mundësi. So the story of these Bosnians, Iraqis, Ukrainians, Somalis, and Roma that I Tregimi consider my friends për now. bosnjakët, për irakian, për ukrainjët, për somalin, për romët, të cilët e kanë nda bukën domethënë me shokët e tyre, And who gave me an addiction to Turkish coffee, edhe të cilën kanë bërë varur nga kafja turke. is a modern day story of the settlers who landed on our shores 4 centuries ago and broke bread with the indigenous inhabitants. Është të cilët domethënë ka bën që me nda domethënë vlerat të cilat janë krijuar me shekuj, domethënë që dhe së bashku edhe me amerikanët indigjenë, domethënë të cilët janë ndodhur aty shekuj më parë. These groups blended traditions and cultures and in the process planted the seed of an indivisible whole, our United States of America. Të gjithë ta, domethënë kanë jep Amerikës një pjesë të rëndësishme të kulturës së tyre, domethënë të brendisë së tyre në mënyrë që ata ta bëjnë atë që është. These settlers, 400 years ago is a long time, we maybe forget, but they were very real people that set out with very real dreams. They set out with a dream of personal freedom. Këta, domethënë njerëz të cilët janë shpengulur aty para disa shekujve, domethënë kanë ardhur me një ëndër për me realizu, domethënë ambicet e tyre. This is the integral part of social compact that our nation is founded upon. Kjo është një pjesë integrale e impaktit social në cilin kombi është themeluar. It's the perennial sprouting of a free and just society that new American strivers add to. Sorry. That's a hard one to translate. Basically, this seed is what makes America what it is today. Kjo është ajo që bën Amerikën, domethënë për me qenë kjo që është. So the Statue of Liberty has welcomed new immigrants to New York since 1885. Statuja e lirisë, domethënë është ajo e cila i shprehmi se ardha imigrantëve, domethënë të cilët vinë në Amerikë. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to be free. But how did we get here? Domethënë jepni ato që keni për të qenë të lirë. And I will... Kuptimi I vlerave, domethënë që I keni, domethënë se Amerika domethënë si vend I cili ka mbledhur vlerat nga të gjithë nga gjithë pjesët e botës, domethënë dhe ju ka dhënë lirinë qytetarëve dhe në këmbim të asaj se çfarë kulturave, eksperiencave të tyre të cilat I kanë marrë prej
për gjithë atyre njerëzve të cilët kanë ardhur. Më ky është edhe kuptimi I statutës së lirisë. And I will comment, if I still haven't bored you and put you to sleep yet, that your professor did an excellent job of talking about some of the founding fathers of our country that we're about to get to. Edhe duhet të them edhe një gjë, domethënë që profesori juaj bën një punë të shkëlqyeshëm duke shpreh atë punën që kanë bërë themeluesit e kombit amerikan. Let's start with the Declaration of Independence. Le të fillojmë me deklaratën e pavarësisë, 4 korrekt There was a cry throughout our land, no taxation without representation, as American colonists had no representation in the English Parliament and no say in their own government. Domethënë jo taksa pa përfaqësues të tyre. Me qenë se amerikanët kanë pas përfaqësues të tyre në parlamentin anglez. Domethënë edhe taksa kanë pagu. Kjo është domethënë pjesë e deklaratës së pavarësisë. I'm sure this grievance rings true with the professor and with many here in Kosovo. Jemi domethënë I vëdijshëm që kjo keqardhje domethënë është atë profesorë dhe të gjithë domethënë kur përmendi këtë domethënë ka kuptimin të ato që na kujtohet ne nga koha e kaluar domethënë për what our founding fathers declared on July 4th, 1776 still holds true today and echoes around the world. Që kanë bërë domethënë me 4 korrekt 1776 të baballarët themelues të kombit amerikan, domethënë akoma jehon në gjithë botën. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, such as life, liberty, and the pursuit of happiness. Nisim nga ajo, domethënë që të gjithë njerëzit janë të lindur të barabartë dhe të kanë të drejta të barabarta, do të lirinë edhe natyrisht kanë drejt të gjithë të kënaqen njësoj. What's interesting is we didn't follow the example of other European countries at the time and just splintering into another kingdom. Na nuk që është interesante, na nuk I kemi përcjell ato që kanë ndodhur në vende të tjera, në vendet evropiane. George Washington was our first president, not our first king. George Washingtoni ka qenë presidenti I parë dhe jo mbreti I parë. We became a democracy, declaring to secure these rights, governments are instituted among men, deriving from their powers from the consent of the governed. We became a democracy, declaring to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. Ne po deklaruam përmendë demokracinë e cila I siguron të drejtat qeveritë të cilat janë të institucionalizuara në vetë njeriu edhe drejtësinë edhe fuqinë e drejtësisë në qeverisën e vendit. I'm sorry, I didn't know we'd be doing simultaneous. I would have not tried to sound so smart. I'm really not. No, but long sentences I cannot remember all the content, so that's why I'm reading sometimes in your speech. So soon after, in 1789, our Constitution came into force and the Bill of Rights was ratified in 1791. Domethënë Karta të drejtave, domethënë është ratifikuar në vitin 1791, domethënë që bën jo shumë larg shpalljes së pavarësisë së. These are powerful ideals that still guide us today. Kjo është një ide e fuqishme e cila akoma domethënë është në punë edhe sot, në udhëheq edhe sot. Lirisht më ndihmonin domethënë se po më mojt nga se është pak punë. The framers of our Constitution said we are striving to form a more perfect union. Sorry? The framers of our Constitution, our founding fathers, said we are striving to form a more perfect union. Domethënë po, baballarët të kombit, ata të cilët I kanë dhënë formë kushtetutës tonë, domethënë
Po, ka ndosh me profesionu enshrining justice, tranquility, security, welfare, and most importantly, in bold letters, the blessings of liberty. Duke I mishruar si vlera të lirisë, domethënë drejtësinë, sigurinë, mirëqenien, si senet ma interesante, domethënë me gjerma të trasha, bold, duke nënvizuar këto si gjërat më të rëndësishme, domethënë në për lirinë. Our declaration and our constitution were not enough. We needed to add a Bill of Rights. Domethënë deklarata dhe kushtetuta nuk ka qenë e mjaftueshme. Është edhe Karta e Drejtave është domethënë është dashur që të zhvillohet. I see a lot of heads nodding. You probably know this better than I do, but this granted us the freedom of speech, the freedom of assembly, the freedom of religion. Që ne ka dhënë lirinë të shprehurit, religion, press, assembly, lirinë të tubimit, speech, and to redress our government. Edhe natyrisht drejtua qeverisë, natyrisht edhe me drejtu me dhënë formë qeverisë. It also granted the right to bear arms. Edhe drejtën me bajt armë. The right not to have soldiers in your home during peacetime. Edhe drejtën mos me pas ushtar në shtëpinë tuaj gjatë. Not to have unreasonable searches and seizures. Mos me pas, domethënë kështu kontrollat pa arsyeshme tjetër. The right not to incriminate yourself. Të drejtën mos me inkriminu veten tuaj. To have a speedy trial and one by one's peers, a jury. Të drejtën për to have a speedy trial. Me pas domethënë procedurë të shpejtuar, që mos me zgjat me shumë burgë me të lënë deri ta bëjë gjykimin. To confront your accuser. Me pas parasysh po ndaj para vetes ato që t'akuzon. No cruel and unusual punishments. Po dënime të vrashta e tjera. And it also said that whatever rights weren't written down, the people had those rights and the states had those rights. Domethënë çdo drejtë që është shkruar, sigurisht që njerëzit kanë drejt me Now, since then, we've added 17 more amendments to our Constitution. Ne kemi shtuar edhe 17 amendamente, domethënë në Kushtetutën tonë. Some of the most important ones were just after the Civil War. They're called the Reconstruction Amendments. Disa nga të gjitha nga këto janë edhe domethënë mbas luftës civile. Domethënë kemi fjalën për luftën kohën e Abraham Lincoln. They ended slavery. They made anyone born in the U.S. a citizen, and equally importantly to all those, it said that everyone is equal under the law. Së mos po kur u hiq sllavoria edhe kur I ka çdo njeriu që lindet në Shtetet Bashkuara të Amerikës me qenë qytetar I Amerikës. But this is how we're still getting perfect, because everyone was equal under the law, but in 1919 we needed the 19th Amendment to say that women had the right to vote. Po ne me ardhje të vitit 1919 që më jep edhe femnat të drejtën për me votu. It's all of these rights which are based on our many struggles over ideals that is the answer to that question of who we are as Americans. Domethënë kjo betejë për më na sjell deri në një ideal për me tregu se kush jemi ne amerikanët. I'll tell you a little bit more about our government and how much longer? 5 more minutes, 10 more? What you tell me. This is your class. Okay. I think it's time to say some few words about how about the American system. How is the Congress, Senate, presidency, our State Department. Our outlines are right on then. Good. So as I was about to tell you, we have a long tradition of what's called divided powers. Ne kemi një traditë, domethënë të ndarë fuqive.
We have 3 branches of government. I kemi 3 për 6 vjet. Our representatives are based on proportional representation. Bazuar në reprezentimin proporcional. And our senators too come from every state. Dhe senatorë vinë për çdo shteti. Shikoni, domethënë, parlamenti jonë ka 120 vende, domethënë, po veç bëni një, domethënë sa duhen krahasim me madhësinë e vendit. Proporcionalisht, po mendoj edhe vim të ideja aty që kam insistuar që shumë vite që Parlamenti i Kosovës s'ka nevojë mi pas më tepër se 60 deputet. Po. Our Supreme Court has 9 members. Gjykata Supreme i ka 9 antar. We have 94 federal courts. Kemi 94 gjykata federale. And we have numerous state courts, county courts, municipal courts, and even a children, the one I had to go before. Kemi domethënë pa numër, domethënë gjykatat shtetërore, pastaj vendore edhe komunale, domethënë. Edhe madje edhe kemi edhe gjykata për fëmijë, cilën unë kam është dashur më shku. We call this system, and every American child learns this in their social studies class, our system of checks and balances. Ky është një sistem check and balance, domethënë është kontroll edhe drejtpërshim. So the foreign policy, which I suspect that you're interested in hearing about today, edhe tash po vim te ajo që ju të interesuam të dëgjoni sot për politikën e jashtme. Is of course executed by the executive branch. Ekzekutohet nga drejtimi ekzekutiv, domethënë nga qeveria. But Congress plays a key oversight role, including funding. Por Kongresi luan një rol qendror, domethënë duke përfshirë këtu edhe financimin. So the Department of State is our senior agency branch that creates and implements US foreign policy. Departamenti i Shtetit është përgjegjës natyrisht për politikën e jashtme. Taking the lead from the president. Domethënë është Departamenti i Shtetit është Ministria e Jashtme faktikisht, domethënë ato në çka në vende të tjera quhet Ministria e Jashtme, në Amerikë quhet Departamenti i Shtetit. But Secretary Kerry says that there's nothing foreign about foreign policy because our policies overseas help the United States domestically. Por s'ka kur që të huj në politikën e jashtme amerikane, për shkak se këtë çka është politika jonë e jashtme ka të bëjë me neve, domethënë me neve mbrana. But when our economic officers are overseas, they're creating opportunities for America, but they're also creating opportunities for Kosovo and the world. Domethënë zyrtarët tonë ekonomik, domethënë ata të cilët krijojnë oportunitete ekonomike, domethënë ata krijojnë oportunitete ekonomike për veten, për Amerikën, por edhe për Kosovën ose për ndonjë vend ku ato zhvillojnë të aktivitet. The security that we wish to promote, the threats that are threatening us all. Sigurinë të cilën ne duhet ta promovojmë. Dëgjoni me vëmendje këtë pjesë, ju lutem, se ky është edhe pjesë ku
ju ballafaqur në provim edhe në kështu që në të pjesë keni kujdes me vëmendje pak më të theksuar, lutem. Including environmental threats. These affect us all. Domethënë merrem me edhe siguria, domethënë nuk është vetëm siguria e jashtme, nuk është edhe vetëm e jashtme, është edhe brendshme, madje edhe kur bëjmë fjalë për ambientin, është e njëjta gjë. Qëse dikush, sepse tani, domethënë, edhe çështja e ambientit është çështje globale. Nuk mundesh me thonë në ambientin mirë kemi në Amerikë, nëse aty në Meksik për shembull e kontaminojnë ajrin edhe se s'mundet me ashit kufinin aty. E rrezikon edhe Amerikën, domethënë kjo është një çështje, domethënë, kështu që politika jashtme rreth ambientit, domethënë, ka të bëjë edhe me vetë ambientin brenda. Domethënë kjo është esenca e asaj çfarë. So this is a big job. Kjo është një punë e madhe. But we're one of the smallest departments or ministries, as you'll call it. Por ne jemi një nga resorët më të vogla, domethënë krahasuar me resorët tjera si ministri. We have about 13,000 foreign service and 11,000 civil service. Sorry, we have 13,000 foreign service and 11,000 civil service. Ne kemi 13,000 domethënë të angazhuar në shërbys të jashtëm, edhe 11,000 shërbys civil që punojnë në Shtetet e Bashkuara. And this is in the US and working around the world, in addition to 45,000 local staff. Duke përfshi këto 45,000 staf lokal. Besoj që këtu vishëroje janë diku 100 kusur veta në ambasadën amerikane në Prishtinë. I think there are more than 100 people only the security guards in US Embassy in Pristina. Fortunately, we're well taken care of. Imagjinoni në vende që janë më të rrezikshme se më shumë. Domthonë, prandaj më së habit ky numër pse është duke përfshirë këtu edhe numrin e stafit shërbysëve domthonë lokale. We have relationships, embassies and consulates in over 180 countries. Domthonë kemi relacione me 180 vende të botës. Do thotë imagjino Kombet e Bashkuara kanë 193 antar plus Vatikani për shembull, që Tajvani sa vjen diku 195 shtete, mund të jenë Kosova 196, kështu parafërsisht numri, domethënë gati me 90% të vendeve të botës ka relacione diplomatike. Domestically, our State Department is divided into regions and functional bureaus. Regions like European region that Kosovo is a part of, functional bureau like democracy and human rights. Që në brenda, domethënë ministrisë me në State Departamentit ne kemi ndarë në regione. Kështu që edhe Kosova është në kuadër të regionit, sigurisht në regionin e Ballkanit. But maybe for us it's interesting to know what you are considering our region. So what countries belongs to the region where Kosovo is, whether Slovenia is in the region or not, or Moldova is in the region. Okay. So well, first of all, or your region is more wider, European region. So the European region then is subdivided on top of that. Ky është domethënë është një ndarë Evropa si region, e pastaj janë 9 regionet, edhe në regionin në cilën merr pjesë Kosova, këtë pyeta unë se kush merr pjesë në këtë. Or Slovenia, për shembull. So Kosovo is grouped into a group of 17 countries called South Central Europe. Kosova është në mesin e 17 vendeve, quajtur qendra dhe jugut, domethënë Evropa qendrore dhe jugore. There is a Deputy Assistant Secretary of State who heads the focus, let's say, on these 17 countries, and his name is Hoyt Yi. Është domethënë një nënsekretar i shtetit i cili merret me këtë region, emri i cilit është Hongyi. Hoyt Yi. Hoyt Yi. Yes. Domethënë periudhë kineze që më pëlqen, He's American. No, I mentioned origin.
And he was my boss in Zagreb, so... Ai ka qenë shefi im në Zagreb. Croatia, to answer your question, Croatia is a part of this South Central European region, but Slovenia is not. Kroacia është pjesë e këtij regioni, po Slovenia nuk është. Domethënë bën pjesë në tjetër region. We have, I'll go off script here. We have desk But officers. we are in the same group with Turkey? You are not in the same group with No, Turkey. not. Turkey and Cyprus and Greece are in a separate region. They're all part of Europe, EU Yes. are, Yeah, but not they're in in the a separate, Domethënë separate basket. Slovenia nuk është, tash keni parasysh hartën e Ballkanit, domethënë Slovenia nuk është në grupin ton, Turqia, Greqia, Çipra nuk janë po ashtu. Sigurisht duhet të jenë Bullgaria, Rumania, sigurisht Hungaria, do thot Austria, maybe Austria. Austria is also in the western part, so Kurse not Austria in the South nuk Central. shen ka Austria domethënë. This is interesting. This is the Socratic method of giving a talk. I like this very much. So, you know, just to go back a little bit to say that our missions overseas, so our embassy, we coordinate very closely with Washington. And when we say Washington, we say Foggy Bottom, and this is the State Department. Natyrisht, domethënë ne që punojmë në terren duhet të koordinohemi me Washingtonin dhe me State Departamentin, natyrisht dhe ne e quajmë, po nuk e dëgjova si e tha. Fondi Mjegull. Po. We have 3 desk officers who cover just Kosovo. All day long, they sit in Washington and they cover Kosovo. Ne kemi 3, domethënë, zyrtarë të cilët kujdesen për Kosovën, aty dhe ata kujdesen vetëm për Kosovën, domethënë që janë faktikisht i bën ora në mes të, domethënë, shefave të State Departamentit dhe ambasadës në Kosovë, domethënë janë tani nuk e di, domethënë rreth kompetencave të tyre, ndoshta do të na flas po mendoj, por mirë është më interesant me ditë, domethënë. But we also have many other... If you might know just about the role of these 3 desk officers for Kosovo. They are, I mean, for example, for the matter of policies, they are more important than the ambassador who is appointed, or less important, or how, I mean, is their role, or is their role just technical, or the policy making? Well, it's different. So the ambassador, just to know what a U.S. ambassador's job is. So first of all, the ambassador is appointed by the president. The ambassador is the president's personal representative Ambasadori in the natyrisht është country. I emëruar nga presidenti. Kështu që According to the rules of diplomacy, your president grants agrément to our ambassador. në bazë po mendoj protokollit diplomatik, presidenti juaj domethënë ja jap agreementin po kredencialet ambasadorit tonë dhe na sjellët. Now, you know, without getting into too many details, our ambassador certainly coordinates with Washington. That usually means coordinating with the Deputy Assistant Secretary and other colleagues. Zakonisht nëse flasim për koordinimin që bën ambasadorja, domethënë ambasadori i Amerikës ose ambasadorja i bën me sekretarin, me ndim sekretarin, domethënë që e ka regionin. As a political officer, I would probably every day deal with some of the desk officers, and my boss every day might deal with other Kurse desk unë për shembull officers. si oficer politik, domethënë i ambasadës, unë komunikoj drejt për drejt domethënë me ata 3 që janë në deskën për Kosovën. The desk officers, most of them are civil servants, but many of them are foreign service as well. Ata janë shërbys civil, por janë edhe shërbys domethënë. There's again, sorry to go into the bureaucracy, but you're future diplomats, so I'll tell you, we have generalists, which I am. That kind of means I can play all the positions in the field.
Po ka lloj ndryshme të diplomatëve, por ka se për shembull që mund kryej shumë detyra, domethënë në terren. And you have specialists who Por have ka a edhe technical specialistë skill të cilët kanë disa aftësi or regional teknike focus. që janë të fokusuar domethënë. So you might have a person who's a specialist work on a desk officer on a desk for several years, whereas I rotate in and out of positions. I'll be in Kosovo for 3 years, for example. Unë për shembull jam në Kosovë që për 3 vjet këtu dhe sorry because I lost sentence. No, just to say I rotate and Yeah. I'll rotate. I'll leave here in 3 years. Mandati im është 3 vjet, domethënë kjo është esenca. So I'll wrap up here. I had a whole part on human rights, but let's just say we support human rights. We also have other missions here at our embassy as well, other departments, I should say. We have the USAID mission. Ne kemi edhe disa misione tjera, siç është USAID. And obviously helping to develop Kosovo's economy. Që zhvillon ekonominë, domethënë. Is there a USAID in every country that there's a US embassy, or it's only on some of those countries? Only in some of the countries, and basically there's developmental indicators. I'm not a development expert. Domethënë USAID nuk është në çdo vend ku ka ambasadë amerikane, domethënë vetëm në ato ku nëvitet ndihmës për zhvillim. Për shembull, sigurisht nuk do të kishte kuptim me pas USAID ndoshta në Britani të Madhe. But there's a Department of Defense Është officer. departamenti I mbrojtjes. We have a defense attaché. Është attaché I ushtarak. And you would typically have a defense attaché at all embassies. Dhe domethënë zakonisht ka në gjithë ambasadat. And that's the person who would have the one-to-one relationship with the head of your military. This is Major General Rama, I believe, in your military. In your security forces. Marrëdhënie për shembull në rastin juaj me Raman Ramën ose me domethënë ushtarak tjetër. So we have what we call a country team meeting every week. They meet with the ambassador. They're the heads of our section. And they report on what they're doing, and this is how we coordinate our efforts. Ne kemi domethënë mbledhje të rregulla të cilën secili seksion domethënë raporton sigurisht para ambasadorit për ato që But they also have their own budgets and they have their own missions from their home agencies. Po sigurisht që secili ka resor ka buxhetin e vet dhe ka misionin nga nga vendi, nga atje. One example would be we have a Department of Justice program Ne kemi here. departamentin e drejtësisë. We have 2 U.S. federal prosecutors who work in Kosovo, and they work in one of the areas is protecting victims' rights, working with your prosecutors and judiciary. Kemi një prej fushave është edhe që I drejtat e viktimave po më ndihmon drejtat e viktimave nga We have Department of Treasury colleagues working with banking sectors. Kemi departamentin që punon me bankingun, domethënë me. So it really our relationship with a country really depends upon every bilateral relationship, it depends upon what the needs are, what the opportunities are in each country. Domethënë, kështu që strukturimi faktikisht I ambasadave në vende përkatëse është I bazuar në ato se çfarë ka nevojë ambasada, domethënë çfarë ka nevojë vendi përkatës ku ne jemi aty të inkuadruar. So I think I'm hearing from Jennifer that we have about 15 more minutes. Is that correct, Professor? Yes, 20. But okay, good. Then I'll close out here, and I'll go off script a little bit, and I'll just say that every day at the embassy for me as a human rights and democratization officer is a joy, but it's also a challenge. You never know what to expect. Për mua po thotë si oficer, si diplomat, domethënë është kënaqësi, po është edhe një sfidë shumë e madhe, domethënë me qenë
në Kosovë. This past week, I met with the head of the Protestant Church. Në javën e kaluar kam takuar kreun e kishës protestante, Artur Krasniqin apo? Officials from the Islamic community. Pastaj zyrtarët e Bashkisë Islame, the International Red Cross, Kryqin e Kuq, and the mayor of Gračanica. Edhe të kryetarin e Gračanicës. I have no idea who I'm going to meet next week, but you kind of you take it as it comes, and you always have to be open to writing up things in a very quick way. In the end of the day, as a political officer, I am a reporting officer. My job is to report what is going on, so Washington knows what's going on. Që detyra e më kryesore, domethënë, është që me raportu që Washingtoni me ditë çka po ndodh. So I'll close there, and I will hope that your questions will be lively and interesting, and we can have a good discussion. Thank you very much. Po mbyll tani dhe po fillojmë me ti dëgjoj pyetjet tuaja dhe të përgjigjem me kënaqësi në pyetjet tuaja. Thank you very much, Mr. Lang, for the presentation of the United States policies, foreign policies. And my question is, can you tell us about the approach of the United States foreign policies toward the minorities in Kosovo and minorities in Balkan countries too? My name is Rubzim Hockey, and I'm a third year public administration and diplomacy. Great. Thanks. Excellent question. I don't know if you want to translate it. Yes. Domethënë pyetja e Lulit është për cila është politika amerikane për ndaj minoriteteve në Kosovë dhe minoriteteve në Ballkan, përgjithsisht. Fjalën ka për minoritetet etnike apo mirë. I love this question. I'm the officer who deals with the minority communities or the non-Serb minority communities. Jam përndysh me këtë fushë edhe merrem. Because we have a separate officer who only deals with the Serb community. Domethënë kemi një oficer që merret veçanti me komunitetin serb. I think you only need to look at your own flag to realize the importance that the minority communities have in Kosovo, and the success of the minority communities is the success of Kosovo. Domthon suksesi I minoriteteve në Kosovë është njëkohësisht edhe suksesi I Kosovës. You have a lot of great laws in place, and those laws are meant to help the minority communities have equality. Ju keni shumë ligje të cilat domethënë e bëjnë e rregullojnë pra jetën e minoriteteve në Kosovë. But the minority communities here, of course, would like to see their position improved. Por sigurisht që ato janë pak kënaqur dhe kanë qefshë me përmirësue po mendoj pozitën e vet në. We work closely with all of these. Ne punojmë të gjithë, po mendoj shumë afërt. Ngusht me gjithë minoritetet. You may have seen on February 20th, Ambassador Jacobson met with Minister Demiri and representative from Parliament Duda Balje from the Bosniak community. Ju keni pa që ambasadori Jacobson është takuar me ministrin Demiri, me Duda Baljen, deputetin Duda Balje, We're of course planning to join your government in celebrating International Roma Day, which will be on April 8th. Natyrisht do të bashkangjitemi, bashkangjitet në celebrimin e ditës së Romëve së bashku me qeverinë tuaj. My speech here, which I didn't get to finish all of it because it's hard to do the translation stuff. Po mendoj unë në karrita me përfundu gjithë ato çfarë desha me thon, për shkak se gjysmën e kohës e mor për kthimin, natyrisht nuk sigurisht që
është parapo që studentët duhet ta dinë anglishtën. Edhe të mos kishim nevojë për përkthim, po sidoqoftë. What I was going to talk about from my own country, I wanted to give the example of Selma, Alabama. Unë do të kisha dëshirë që të jap shembullin e Selma nga Alabama. We, as we say, we're always striving to become a more perfect union. Ne dëshirojmë që të jem sa më perfekt, natyrisht. Përpiqemi që të jem sa më perfekt. And clearly the minority communities would like to have more in the way of jobs. They'd like to have more in the way of, language rights. They'd like to have, I think, more economic development. And, we have USAID programs that are working to try and assist them in these efforts. Sigurisht që minoritetet kanë dëshirë me pas më shumë punë, më shumë edukim, çfarë përmendës së tash mikën pe mendjes, po drejtën e gjuhës e tjera. But they also, I will say, have their representatives in parliament, and they do have, as we say, we have our checks and balances. They're part of your own checks and balances. Sepse ata janë në mënyrë pjesë asoj check and balance. I will say personally, and again, this is my personal views, I was very happy to see both of Kosovo's official languages being used when the parliament opened, for example. Po më dëshiroj ta shpreh kënaqësinë time që në parlamentin e juaj për dorën të dyja gjuhë zyrtare, domethënë. My first tour happened to be in Montreal, Canada. Sorry, my first tour, my first posting in the State Department. Domethënë funksioni pozita ime e parë në state domethënë si diplomat ka qenë në Kanada në. And that's also officially a bilingual country. Edhe që është oficialisht domethënë një vend dygjësor. And you see other countries are, working towards, ensuring that minority rights are respected. Our country is as well. Kështu që ju shihni që shumë vende janë të interesuara, domethënë që drejtat e minoriteteve të jenë të respektuara dhe vendi im gjithashtu është i interesuar për këtë. But I'll just finish answering your question by referring to the wider region, Balkan region that is. Duhet ta përndoj me punën e Ballkanit, domethënë pyetjen që po rreth Ballkanit. And it's important that wherever you are, if you're a so-called minority, that you have the rights to go about practicing your culture, your religion, the rights to jobs based on who you are, what you know, then and that you're not discriminated against in any way. Domethënë në tërësi, domethënë të drejtat e minoriteteve, domethënë janë të respektuara në kuptimin që domethënë mund të kërkosh punë, mund të kërkosh pozicione të ndryshme tjera. I hope our country is an example of that, that we have an African American president. Now we have a Latina on the Supreme Court. We have an African American Supreme Court justice. Për shembull, vendi jonë është një shembull. Ne tani kemi një afroamerikan president, kemi një latino-amerikan në Gjykatën Supreme. You asked about minorities. Men are the minority because, of course, there are more women than men. But in terms of communities who haven't been able to reach the highest rungs of power, Kosovo has beaten the United States. You have a female president, and we still haven't gotten there yet. Ju na keni kalu po se ju keni një presidente femër, na akoma se kemi. Hope to help. Mirë, a ka një domethënë pyetje tjetër unë Hysen? Shëndet. E kam një pyetje pak gjatë, por ndoshta përgjigje mund mbaj të shkurtër. I have a long question, but I hope we will have a short answer. I'll try. Unë jam Hysen Ziri, jam student i nivelit master administratë publike dhe diplomaci.
Në kohën kur kërcënimet vinë nga Rusia për Ukrainën, por ndoshta edhe për shtete tjera, sekretari i Shtetit Amerikan John Kerry para ca ditësh radhiti disa shtete të Evropës juglindore, të cilat janë në vijën e zjarrit, duke përfshirë edhe Kosovën. A do t'ishte politike mençur që SBA-ja me aleatet e vet të fus Kosovën në NATO në mënyrë që të mos jetë e kërcënuar e rrezikuar. Do të thotë mos i ngjajë diçka siç ka ngjarë Ukrainës. Shqiptarët kosovarë do t'i regjistronin 3 vendime ekzistenciale në memorien e tyre, të cilat do të ishin të lidhura me SBA-n. Mbrojtja e Shqipërisë nga SBA-ja në 1920 në Woodrow Wilsoni, shpëtimi i Kosovës vitin 1999 me bombardimet e NATO-s dhe e treta do të ishte antarësimi i NATO-s në NATO i Kosovës, do të ishte ruajtja e ekzistencës së shtetit të Kosovës. I think it's a good question. Having in mind the relation, what is going on with Ukraine, and I mean what John Kerry said about the problems in the Balkan regarding the Ukraine, and what do you think about entering Kosovo army as a NATO, Kosovo as a NATO member? Would this help to solve many problems and to make more, how to say, safety into the Balkans if this step will be done? No? Well, I think our policy is well known about Mendoj që politika jonë në këtë drejtim është e njohur. And hopes about transformation of the Kosovo security forces. Rreth asaj se si do të FSK të transformohet. I mean, first and foremost, this is for your country. Sepse kjo është në radhë të parë më rëndësi për vendin tuaj. But the world needs more security. Por natyrisht bota ka nevojë për më shumë siguri. And you know, we've been working a long time with your security forces, and ne punojmë një kohë gjatë me FSK-n. This is not an area that I work on, I have to say, but kjo nuk është një fushë në cilën unë, domethënë si diplomat punoj, po punojnë kolegët e mi. You know, obviously NATO is hopeful to see the entire region join one standard format. NATO dëshon ta shohë gjithë regionin në NATO. We always say we support Kosovo's Euro-Atlantic integration. Ne zakonisht dëshojmë ta përkrahim integrimet euro-atlantike të Kosovës. I came domethënë që nënkupton domethënë hyrjen në Bashkimin Evropian dhe hyrjen në NATO. I came from serving in Croatia. Unë vim nga shërbimi në Kroaci, where of course Croatia joined NATO first and then the European Union afterwards. Kroacia ka hyrë në NATO një herë, pastaj në Bashkimin Evropian. Your neighbor Albania has already joined NATO and of course has very strong NATO, aspirations. Por edhe ka aspiratat e forta në Bashkimin Evropian. So it seems like that's the life cycle where you first accomplish your Atlantic integration and then you work on your Euro integration. Kështu që domethënë jeni në këtë rast, domethënë ku është kjo perspektivë faktikisht. Okay, my question would be what, I mean, it's obvious that when you say all the region to be a member of NATO, that means even Serbia should be the NATO member. But what if Serbia doesn't want to be a NATO member, will be this considered as a failure of American foreign policy in the region? Do të thotë ju përmendet që domethënë të gjitha vendet e Ballkanit, është orientimi i politikës jashtëm amerikane që të gjitha vendet e Ballkanit të jenë në NATO dhe kjo nuk kupton natyrisht edhe Serbinë.
Po çfarë në rast se Serbia refuzon të futet në Bashkimin Evropian, a do të konsiderohet kjo si një dështim i politikës së jashtme amerikane në region? Well, first of all, we have a good security relationship with Serbia. There's a partnership for peace agreement in place. Ne kemi raportet e mira, domethënë me Shaban, po me Serbinë, domethënë se përket partneritetit, domethënë të sigurisë, më falni se më. But membership in the security alliance is a two-way street, right? It takes por kjo është një rrugë me dy kohje, a willing applicant, and it takes, of course, NATO member states to accept the willing applicant. Një proces që është i pavarur, por që është njëkohësisht paralel, është edhe akceptimin e Bashkimit Evropian. And of course, no one has a crystal ball on how this will go, but kërkush nuk e din se si do të shkojë kjo. You know, we would like to see the region, united, pointing in the right direction of progress, of democracy, of stable development, and obviously we're in Kosovo, so we'd like to see good, stable, neighborly relations between Kosovo and Serbia. Por ajo çfarë ne dëshirojmë sigurisht është që na nuk mund të parashikojmë, domethënë a do të mund të arrijmë këtë çfarë po synojmë apo jo, por ajo që mund të them është që ne dëshirojmë që të kemi marrëdhënie të mira, domethënë në mes të vendeve në Ballkan, në radhë të parë dhe në mes të Kosovës dhe Serbisë. And this is something that your government, your past government, your current government, the past and current Serbian governments are committed to, and this is a process led by the governments with the help of Brussels. Kjo është një gjë që në fakt edhe ka ndodhur në mes të ish qeverisë suaj aktuale, ish qeverisë në Serbi dhe qeverisë aktuale në Serbi përmes Brukselit, përmes ndihmës së Brukselit. So you'll have to, you're the academic, you'll have to judge our relative success or failure. I'll leave that to you. Ju jeni akademik dhe ju duheni na po tregojmë synimet tona. Ju jeni akademik dhe ju duhet të vlerësoni atë se sa po arrijmë ne këtë realizimin e këtyre qëllimeve tona apo jo. But we all remember, I came to Kosovo in 2000 for the first time. Unë kam marrë në Kosovë për herë të parë në vitin 2000. We all remember what the security situation was then and what it is now. Por unë e di se çfarë ka qenë situata e sigurisë në vitin 2000 dhe çfarë është tani. So I would say it's much more up to you and your neighbors, of course, than it is up to us these days. Por kjo më shumë, domethënë, varet nga ju se sa që varet nga ne. But that said, of course, we're part of NATO, and we're still present in Kosovo, and we're here because we believe in a stable region, and we're your strong partners. Ne besojmë, domethënë, në region stabil, edhe në partnership natyrisht me ju. Edhe një pyetje e po përfundojmë se veç koha mbaroi. Afrem Hadurna. Unë jam Ahmed Ferizi, jam student i masterit në administratë publike për diplomasi. Ju dëshiroj mirëseardhje dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj fare. Desha me bëj një pyetje duke u bazuar në paraqitjen e juaj. Ju thatë se jeni oficer apo specialist lidhur me të drejtat e njerëzit dhe me të drejtat e minoriteteve, pa merreni me dëshirë me atë punë. Duke ditur situatën që Kosova, edhe pse është shtet që nuk është pranuar ndërkombëtarisht, në kushtetutën e vet I ka absorbu gjitha konventat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me liritë e drejtat e njerëzit, po ashtu edhe të drejtat e minoriteteve. Bile e ka futur edhe parimin e diskriminimit pozitiv ndaj minoritetit. Mirë, po sa I përket krijimit të bashkësisë komunave serbe apo asociacionit si quhet serbët, cili është qëndrimi I politikës amerikane lidhur me atë se a duhet të ketë ajo bashkësi e komunave kompetenca ekzekutive dhe legjislative, apo
nuk duhet të ketë, sepse sipas mendimit tim, nëse webet e drejta që të kenë kompetenca ekzekutive dhe legislative, kjo do të çojë në situatën e Bosnjës, do ta përsërit situatën e Bosnjës në Kosovë. Cili është mendimi e qeverisë amerikane? Shumë bukur. The question was, our colleague made in the introduction that Kosovo adopted all legislation regarding the human rights and minority rights, although it's not a member of United Nations and these organizations that Kosovo should then obligatory sign those conventions. But question was regarding the association of Serbian municipality with the Serbian majority in Kosovo. So, what is the position of United States? Whether this association should have executive powers or not? Because the opinions of our colleague is if the association would have executive powers, then Kosovo should look like Bosnia. And that's why for us it's very important to know what is the position of United States regarding this issue, whether they should have or should not have this position. Është interesant të pyetja pyetjet më të rëndësishme që janë për gazetarët, për media ta pilshojnë. Kjo tregon për profesionalizmin e tyre se kjo është pjesa që është ndoshta shumë më e rëndësishme për gazetarët, domethënë sigurisht edhe për ju si student, edhe si akademik, por ata që po flas tash në aspektin si njëri që një mediat, pikërisht kur vjen pyetje ato, domethënë për më nxjerr diçka lajm ekskluziv, ata dolën si me proceedings. Po është problemi i tyre, domethënë. Well, thank you for your question, Alfred. First of all, I just thought moment where it's the most important point for the journalists. So no, they leave. They leave. So then, unfortunately, that'll have to be our last question. Yes, of course. You know, what I would say is, I think whatever does emerge will need to be a process of negotiations. Çfarë do të del, domethënë do duhet të jetë procesi i negocimit. It'll be something that your government obviously will agree upon, and something that Do të jetë një diçka që qeveria juaj duhet domethënë që të pajtohet, domethënë nëse do të pajtohet, domethënë nuk po parashikon atë sa duhet pajtohet apo s'duhet pajtohet. You know, one needs only to read the newspapers to know how important this is for the Serb minority. Por mjafton me lexu gazetat me pa se sa është rëndësishme kjo për minoritetin serb. So I'll have to just let you know that you know, we care very much about the ongoing process between Kosovo and Serbia, and between Kosovo's government and the Serb members of the government. Sorry, because we care very much about the ongoing negotiations between Kosovo and Serbia. Natyrisht kujdesemi për shumë rreth asaj se çfarë domethënë po ndodh në negociatat e mes të Kosovës dhe Serbisë. Jemi të impenjuar domethënë në këtë çështje. But I'll leave my answer there, because I think that it's a great question, but it's not really what I'm here today to talk about. Unë natyrisht pyetja është shumë e rëndësishme, por
tani nuk jam I thirrur me dhënë përgjigje në këtë pyetje në këtë ligjëratë të sotme, domethënë. Mirë, faleminderit. I would like natën e ty duhet ta falenderoj diplomatin Scott Lang in the name of my colleagues, students and professors. I would like to thank you for coming here and for sharing your knowledge about the American foreign policy and other insights that you gave to us with a lot of emotions. And we hope that we will have soon another opportunities now to speak about similar topics. Or With pleasure. Thank you very much. This was fun. Më thonë, shimin në ligjëratën e ardhshme.